Mbi vendosja e linjës së autobusit Tiranë-Elbasan e ngritur si shqetësim prej disa muajsh, nuk ka marrë zgjidhje as në gjykatë dhe në asnjë institucion tjetër. Ndaj Shoqata Kombëtare e Transportit Ndërqytetas ka kërkuar nga shpresa e tyre vetme kryeministri Rama të kthejë kokën nga ky sektor dhe t'i presë në një takim, pasi për ta rruga e fundit mbeten protestat dhe grevat. Kemi çuar këtë çështje të linjës Tiranë-Elbasan deri në gjykatë dhe gjykata na shtyn dhe nuk bën detyrën e saj siç duhet që të vejë drejtësi. Do presim kryeministrin e Shqipërisë ta bëj këtë zgjidhje. Ky është i fundit që mund ta bëj të zgjidhje për këtë problem. Pastaj neve do vazhdojmë me mjetet tona demokratike, me greva, me protesta, me bllokim rrugave, me ta nuk e di se ku. Kujtim Mema ka akuzuar bashkinë dhe ministrinë për këtë linjë e cila është abuzive dhe penalizon rreth 50 familje, pasi linja ekzistuese dhe linja e re përshkojnë të njëjtën itinerar nga tuneli dhe jo nga Kraba. Ky operator Tiranë-Elbasan e ka linjën dhe Tiranë dhe duhet i bi nga Kraba, dhe ky tjetri që u bë ky tuneli duhet vi nga kjo rruga re. Se kjo rruga re që u bë dhe ky tuneli që u bë nuk u bë me lekët e taksave tona që kemi 20 vjet që paguajmë taksa, po u bë për një tjetër që të vi sot, se i do qefi X-it në bashki, po neve këto familje, 50 familje në këtë linjë, që po punon me faturina o me shofera, nuk i bët pa drejtësi që ky kryetar bashki i fut një biznesmen apo një X kush e ka marrë atë linjën. Por ajo që mbetet, megjithëse i reduktuar, është lëvizja e furgonëve 8+1 në Tiranë të palicencuar, të cilët konkurrojnë në mënyrë të pandershme autobusët që ende mbeten pa stacione. Kudo në Tiranë ka stacione furgonash me targa të bardha pa licenca, se kush i let punojmë, neve nuk e kuptojmë.